Goca, ky debat ka qenë vetëm pak minuta përpara se dilim në transmetim dhe unë as nuk e kuptova se çfarë e ndezi. A ishte fakti që Sara bëri një koment për Malborën si njëri që hyn mes çiftesh? Ishte kjo zanafilla apo kishte diçka tjetër? Po. Ishte zanafilla dhe kjo ishte edhe arsyeja. Unë e pyeta disa herë që cili është ai çift në të cilën unë pas kam ndërhyrë dhe unë nuk kishte përgjigje. Dhe një fjalë solli tjetrën. Sara këtë e bën vazhdimisht, e ka bërë dhe dje në darke, duke qenë se unë thash thjesht një mendimin tim në grup, në lidhje me letrat që vinë nga Gaj, ka gjithmonë komente shumë të pikasura, mirë po unë kam vendosur mos t'ja lë mangut fare, sepse nuk është se i bën me arsyetim të plot, i bën thjesht për të provokuar, jo vetëm mua, por shumë persona që janë këtu në ferm. Okej, Sara? Ka një problem mikrofonin tënd, Sara, po më thon? Jo, nuk e di që. Nuk e di. Jepini dikush një mikrofon, ju lutem, Gresa, të lutem. Merë mikrofonin tam. Hajde. Atëherë, unë mendoj që mendimin tim e kam thënë edhe në klip. Unë nuk besoj edhe nuk mendoj që kam folur në këtë reality show ndonjëherë pa argumenta, nuk kam debatuar apo komentuar asgjë që nuk është reale dhe që nuk ndodh këtu brenda. Unë e kam parë Malborën gjithmonë në përprajme të përfshirë jo në debate në lidhje me Indrin dhe Vanesën në 3-4 herë, jo qosheve duke bërë thashe theme, edhe sot madje e pash, gjë që nuk e kam parë veten time ta shikoj të tillë dhe për këtë arsye i kam thënë Malborës që ti futesh në marrëdhënie të tilla sepse nuk ke një situatë të cilën mund ta komentosh vetë. Malbora për mua, duke qenë se nuk ka argumenta dhe nuk di se si të flasi, fjalit e Malborës janë gjithmonë ose pusho, qepegojën, ofendime dhe ofendime të lëshuara në ajër të pabazuara askund. Tani, unë jam mësuar në këtë reality me Malborën që kërkon Prime-in, edhe që edhe faljet, edhe pendimet, edhe gjitha gjërat i ka në Prime, kështu që unë do pres derisa të vi ky Prime-i që Malbora të kërkoj falje, madje të pendohet shumë, sepse përveç se është futur në mes të çifteve që janë këtu, futet edhe në mes të çifteve që janë këtu, moj Arbana, do me thënë, është Prime-i i disa që përmend bashortin tim, unë se kuptoj çfarë problemi ka me bashortin tim dhe me mbiemrin e bashortit tim, se ata që e njohin mbiemrin e bashortit tim, e din shumë mirë se sa krenare jam unë për atë mbiemër dhe që e mbaj bashkë me mbiemrin tim, dhe nuk e di qa problemi ka kaq të madh Malbora, çfarë pas kam bërën kaq shumë Malborës, që më përmend fjalë edhe më vendos disa epitete, të cilat nuk besoj që më takoj në këtë shtëpi dhe nuk besoj se ka njëri kundërshtim për këtë gjë. Unë për te kësaj nuk kam ndërmend t'i kthej më përgjigje Malborës, sepse Malbora pikërisht këtë gjë do. E kuptova. Malbora? Atëherë, unë nuk mendoj që jam pjesë e produksionit për të vendosur se çfarë do të diskutohet në Prime. Në momentin që unë jam pyetur për tematikat ndryshme, kam dhënë përgjigje. Çfarë i përket pjesës së mbiemrit, mua më shtën përsëri nga Sara sot që Malbora nuk e di as si e ke mbiemrin. Dhe unë e pyeta, i thash, nuk të lash të flasësh tani, it's my turn. Edhe e pyeta, po ti si e ke mbiemrin, çfarë mbiemrin mban ti? Dhe më tha mua mbaj mbiemrin tim dhe të bashortit tim. Po mirë se ka bashorti jote emrin, se atë nuk ta dim. Dhe ajo nuk kërkonte të përgjigjesh, nuk kishte lidhje këtu me bashortin, ishte thjesht çështje mbiemrash. Nëse kjo mban mbiemrin e bashortit të saj, unë mbaj mbiemrin e babës tim. Kështu që ajo do ta respektoj këtë fakt sa të jem unë këtu. Unë quhem Malbora Gurra për të gjithë. Dhe nëse në 30 ditë ajo nuk e din akoma, atëherë kjo do të thotë shumë për të. Sara, sa provokon, sa bën, unë nuk kam ndërmend t'i kthej fare më përgjigje sepse ju e shikoni këtë më së miri. Kush merret me llafe, nëse unë kam dhënë një opinion, sa të vërtet jemi, çfarë karakteresh kemi, ku duam të synojmë, ju Arbana e shihni shumë më mirë se sa unë dhe keni 101 mundësi. Unë Sara Karaj, për t'i kërkuar falje dhe që t'jem penduar për të, në asnjë mënyre. Kam tentuar të kem një komunikim, ose të përmirësoj komunikimin me të, por e kam vënë re që është diçka e pamundur. Sepse dhe këtu në Prime, para se
të ndizesh tash kjo situatë, shkon dhe i thot Moza Ahmetit, e shikon thot çka ka thënë për ty që ti je negative. Ndërkohë që unë me bisedë me Ilirin nuk e kam thënë asnjëherë që ajo është negative. Unë habitem shumë me sjelljen e saj në lidhje me 1, 2, 3 gjëra. Domethënë, është një person që nxit shumë, nuk e kuptoj pse e bën, le të vazhdoj ta bëj. Unë nuk do ta ushqej më këtë marrëdhënie sepse për mua personalisht është e pavlefshme. Kjo është Malbora Arbana që nuk ka një argument për gjërat që thot, i lë ashtu në ajër. Tani më shumë se argumente se ka që unë ty nuk mund të t'jap dot. Dhe çfarë i përket çifteve, dhe personalisht ndihem e ofenduar që është disa ta herë dhe t'ju respektoj. Nëse mua nuk pytem, unë nuk ja përgjigje fare, as nuk kam nevojë fare. Opinionet e mia në lidhje me gjërat që këtu ndodhin në fermë, unë do t'i jap një nga një. Kjo është arsyeja pse unë jam këtu dhe unë do merrem me çdo gjë që ndodh këtu. Disa ofendime, ke përmendur familjen time. Ti mund të vazhdosh të flasësh, unë me ty kam marrur punë. Dhe në prajme të kaluara që ty s'ka në bashorti e tjerë, nuk e di, një bashortin bla bla bla. Tani unë dua të di ç'a problemi ke ti me mua moj vajzë jashtë, se unë jo vetëm që s'të njoh, po as nuk e kam ditur që ti ishe pjesë e gjithë kësaj gjës. Ç'a problemi ke ti që vjen këtu me një prepotencë kaq të madhe dhe më përmend mua dhe më vendos epitete. Para 2 minuta. Okej, e keni dhënë përgjigjen, në rregull. E kemi dhënë për përgjigjen. Dua vetëm të shikoj pak, kanë ardhur Ervini Bujaka dhe Moza, janë bërë pjesë e grupit? Po çuna. Ku janë Ervini dhe Bujaka, janë veshur?